Ju përshëndes të gjithëve, do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Erminda Luze. Shoqëria shtetërore Alp Petrol ka hapur garën për përzgjedhjen e një kompanie që do të zhvillojë dhe prodhojë hidrokarbure në vend burimin ekzistues Gorisht Kocul. Kompanitë e interesuara mund të aplikojnë për lidhjen e një marrëveshje hidrokarbure deri më 2 nëntor 2026. Shoqëria shtetërore Alp Petrol ka hapur zyrtarisht garën për përzgjedhjen e një kompanie që do zhvillojë dhe prodhojë hidrokarbure në vend burimin ekzistues Gorisht Kocul, një prej fushave tradicionale të prodhimit të naftës në vend. Sipas njoftimit të publikuar, kompanitë e interesuara mund të aplikojnë për lidhjen e një marrëveshje hidrokarbure deri në 2 nëntor 2026, ndërsa një nga kushtet kryesore të procedurës është blerja paraprake e paketës së të dhënave teknike të vend burimit. Dokumentacioni duhet të dorëzohet në formë fizike pranë Alp Petrolit në Patos. Procedura është hapur pas urdhrit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë që autorizoi fillimin e procesit për zhvillimin e vendburimit, ndërsa synon tërheqjen e investimeve të reja në një nga fushat ekzistuese të prodhimit të naftës në Shqipëri. Sipas të dhënave të publikuara nga Alp Petrol, vendburimi Gorisht Kocul ka në inventar 284 puse, nga të cilët 142 janë aktiv për prodhimin e naftës dhe gazit. Thellësia e puseve varion nga 700 deri në 150 metra, ndërsa nafta e prodhuar klasifikohet si relativisht e rëndë, me peshë specifike 0.965 gram për centimetër kub. Të dhënat tregojnë se prodhimi i vendburimit ka qenë relativisht i qëndrueshëm gjatë viteve të fundit, me rreth 30 deri 33.000 ton naftë në vit. Gjatë vitit 2025 u prodhuan 29.243 ton, ndërsa për 6 mujorin e parë të vitit 2026 prodhimi ka arritur në 9.634 ton. Mbi 2 milion ton mallër janë përpunuar në portin e Durrësit gjatë gjysmës së parë të vitit, duke konfirmuar rritjen e aktivitetit tregtar në portet më të madh të vendit. Nga volumi i përgjithshëm, 1.430.236 ton i përkasin importeve. Autoriteti portuar Durrës bën të ditur se mbi 2 milion ton mallër janë përpunuar në portin e Durrësit gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026, duke konfirmuar rritjen e aktivitetit tregtar në portin më të madh të vendit. Sipas të dhënave, në periudhën janar-qershor janë përpunuar gjithsej 2.057.526 ton mallëra, ose 7.2% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga volumi i përgjithshëm, 1.430.236 ton i përkasin importeve. Ndërkohë, eksportet kanë shënuar rritje duke arritur në 627.290 ton, ose 39% më shumë se në 6 mujorin e parë të vitit 2025. Në terminalin e kontejnerëve u përpunua 1.085.258 ton mallra të kontejnerizuara, me një rritje prej 32.5% në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Brenda këtij segmenti, importet u rritën me 20%, ndërsa eksportet me 70%. Për sa i përket përpunimit të kontejnerëve, gjatë 6 mujorit u përpunuan 132.939 TU, nga të cilat 67.530 TU importe dhe 65.399 TU eksporte. Ky tregues paraqet një rritje për 28% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në terminalin e tragjeteve, gjatë 6 mujorit të parë të vitit u realizuan 448 lundrime, përmes të cilave u përpunuan 236.683 pasagjerë dhe 102.313 mjete. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, këta tregues shënuan një ulje për rreth 2%. Të dhënat tregojnë një rritje të vazhdueshme të volumit të mallrave që kalojnë përmes portit të Durrësit, duke forcuar rolin e tij si nyja kryesore e transportit detar dhe shkëmbimeve tregtare të Shqipërisë. Rritja e volumit të mallrave që hynë dhe dalin nga vendi përmes portit të Durrësit reflekton intensifikimin e shkëmbimeve tregtare dhe kërkesën në rritje për transportin detar. Porti i Durrësit mbetet pika më rëndësishme hyrëse dhe dalëse për mallrat në Shqipëri, duke përballuar pjesën ndërmuese të trafikut detar të vendit. Gjatë muajit korrik, Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka miratuar gjithsej 3.580 vendime legalizimi. Përfituesit nuk kanë nevojë të paraqiten pranë sporteleve, pasi vendimi i legalizimit u dërgohet drejt për drejt në profilin e tyre në IL Benja.
Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka bërë të ditur se gjatë muajit korrik kanë miratuar gjithsej 3580 vendime legalizimi, duke vijuar procesin e pajisjes së qytetarëve me dokumentacionin përkatës të pronësisë. Sipas njoftimit, përfituesit nuk kanë nevojë të paraqiten pranë sporteleve, pasi vendimi i legalizimit u dërgohet drejt për drejt në profilin e tyre në platformën e-Albania. Dokumenti është i pajisur me vulë digjitale dhe në shkrim elektronik, duke garantuar vlefshmërinë ligjore dhe lehtësuar procedurat administrative. Ky shërbim synon të reduktojë kohën e pritjes dhe të shmang kostot e panevojshme për qytetarët, ndërsa procesi zhvillohet tërësisht në mënyrë elektronike. Ndërkohë, për transparencë të plot, listat emërore të përfituesve janë publikuar në rubrikën publikime, të organizuara sipas drejtorive vendore përkatëse. Qytetarët mund të verifikojnë nëse janë përfitues duke konsultuar listat e publikuara dhe më pas të shkarkojnë vendimin nga llogaria e tyre në e-Albania. Agjencia Shtetërore e Kadastrës bën apel që të gjithë qytetarët të kontrollojnë periodikisht profilin e tyre në platformën elektronike për të njohur me dokumentet dhe shërbimet që u vije në dispozicion në mënyrë digjitale. Agjencia Shtetërore e Kadastrës thekson se procesi i legalizimeve mbetet prioritet me synimin për të përshpejtuar formalizimin e pronave dhe për të ofruar shërbime më të shpejta, më transparente dhe më efikase për qytetarët. Përdorimi i rrjeteve sociale në Shqipëri mbetet shumë i lartë. Facebook numëron mbi 2 milion përdorues, ose rreth 87% të popullsisë, ndërsa Instagram ka kaluar 1.4 milion përdorues. Përdorimi i rrjeteve sociale në Shqipëri vijon të mbetet në nivele shumë të larta, duke reflektuar rolin gjithnjë më të rëndësishëm që këto platforma kanë në komunikim, informim, argëtim dhe aktivitetet e biznesit. Të dhënat e përdisuara për korrikullin e vitit 2026 tregojnë se miliona shqiptar janë aktiv në platformat kryesore sociale, me Facebook që ruan pozicionin dominues. Sipas statistikave, Facebook numëron rreth 2 milion përdorues në Shqipëri, duke mbetur rrjeti social me audiencën më të madhe në vend. Platforma vijon të përdoret gjërësisht nga individët, bizneset dhe institucionet për komunikim, marketing dhe shpërndarje informacioni. Një element që bie në syr se numri llogarive në Facebook përfaqëson rreth 87% të popullsisë së Shqipërisë, e cila sipas të dhënave të fundit llogaritet në rreth 2.3 milion banor. Në vendin e dytë renditet Instagram me gati 1.4 milion përdorues. Populariteti i kësaj platforme vazhdon të rritet, veçanërisht mes të rinjve, kryesve të përmbajtjes dhe bizneseve që e përdorin për promovimin e produkteve dhe shërbimeve. Instagram është kthyer në një nga kanalet kryesore të reklamimit dhe ndërtimit të markës në tregun shqiptar. Edhe Instagram ka një shtrirje shumë të gjerë, me përdorues që përbëjnë afro 62% të popullsisë. Edhe Messenger mbetet ndër aplikacionet më të përdorura për komunikim, me gati 1.2 milion përdorues. Aplikacioni përdoret gjërësisht për komunikime personale, por edhe nga bizneset që ofrojnë shërbim ndaj klientit dhe zhvillojnë aktivitetet e tyre online. Ndërkohë LinkedIn vazhdon të fitojë terren në Shqipëri. Platforma profesionale ka arritur në rreth 811.000 përdorues, duke reflektuar interesin në rritje për rjetëzimin profesional, kërkimin e mundësive të punës dhe zhvillimin e karrierës. Përdorimi i saj është rritur edhe nga kompanitë, të cilat e shfrytëzojnë për rekrutimin e stafit dhe promovimin e markës së punëdhënësit. Të dhënat tregojnë se rrjetet sociale vazhdojnë të jenë pjesë e pandashme jetës së përditshme të shqiptarëve. Facebook dhe Instagram dominojnë tregun, ndërsa Messenger mbetet një mjet kryesor komunikimi. Në të njëjtën kohë, rritja e LinkedIn sinjalizon një interes gjithnjë më të madh për zhvillimin profesional dhe transformimin e tregut të punës në epokën digjitale. Tatimore ka përfunduar procedurën e rimbursimit për rreth 40.000 individ që përfitojnë përmes deklarimit të DIVA 2025 me një vlerë për rreth 6 milion euro, ndërsa në total janë mbi 77.000 përfitues për fëmijët në ngarkim. Rreth 40.000 të punësuar në të gjithë vendin, të cilët kanë aplikuar për rimbursim përmes deklaratës individuale vjetore të ardhurave DIVA 2025, janë rimbursuar totalisht për tepëricën kreditore. Administrata tatimore bën me dije se deri në fund të korrikut ka hedhur në llogaritë bankare parat për 39.965 tatim-pagues, të cilët kanë rezultuar me tepëricë kreditore dhe kanë aplikuar për përfitim. Vlera totale e tatimit të mbipaguar dhe që është rimbursuar për këta individ është 597.8 milion lek apo rreth 6 milion euro. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, në total janë dorëzuar 164.263 deklarata, ose 25% më shumë se në vitin 2025, dhe janë 77.077 përfitues nga skema për fëmijët nën 18 vjeç. 1.4 miliard lek apo rreth 15 milion euro, shuma totale gjeneruar nga sistemi për rimbursim
për individët me tepritës kreditore. Tatim paguesit nuk kanë një afat të përcaktuar për kryerjen e kërkesës për përfitimin e rimbursimit, si dhe tepritja kreditore nuk digjet dhe mund të tërhiqet edhe si 2 vite apo më shumë së bashku. Por kush përfiton rimbursim nga DIVA 2025? Individët e punësuar me të ardhura 1.2 milion lek në vit dhe mbi këtë prag do të kenë të drejtën të përfitojnë zbritje tatimore për fëmijët në ngarkim nëse kanë dorëzuar deklaratën individuale vjetore të ardhurave DIVA 2025 dhe kanë aplikuar për rimbursim përmes e-filing. Ndërsa të punësuarit me të ardhura në 1.2 milion lek në vit, të cilët edhe pse nuk kanë detyrim ligjor por kanë plotësuar vullnetarisht DIVA-n, kanë të drejtë që përveç fëmijëve në ngarkim të përfitojnë dhe zbritje tatimore për shpenzimet arsimore. Shpenzimet arsimore që kanë faturë të fiskalizuar është dokumenti i vetëm ligjor për njohjen e tyre. Dokumentet mbështetëse mund të jenë kontratat nga institucionet përkatëse. Ky mekanizëm është një lehtësi fiskale që vjen për herë të parë përmes deklarimit të DIVA 2025, duke krijuar mundësi reale për përfitim nga deklarimi korrekt i të ardhurave, në ndihmë të qytetarëve dhe në funksion të një administrate tatimore më efikase dhe më pranë tyre. Vetëm gjatë një muaji janë raportuar 1350 vende të lira pune në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, ku pjesa më e madhe e kërkesës lidhet me profesione pa arsim të lartë. Shërbimet, turizmi dhe ndërtimi vijojnë të jenë sektorët me nevojën më të madhe për punonjës, ndërsa kërkesa për profesionistë të kualifikuar mbetet e përqendruar te ekonomia, IT dhe inxhinieria. Tregu i punës vijon të shfaq kërkesë të lartë për punonjës, ku pjesa dërmuese e vendeve vakante mbetet e orientuar drejt profesioneve, të cilët nuk kërkojnë arsim të lartë. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, gjatë një muaji janë shpallur gjithsej 1350 vende të lira pune. Nga këto, 1154 pozicione janë për profesione pa arsim të lartë, ndërsa vetëm 195 vende pune kërkojnë punonjës të kualifikuar. Mungesa e stafit në sektorin e shërbimeve të jetë më e theksuar. Mbi 300 vende vakante janë hapur për profesione si kamarier, banakier, kuzhinier, ndihmës kuzhinier, sanitare dhe recepcioniste hotelesh. Ndryshe nga vitet e mëparshme, kur kërkesa për këto profesione ishte përqendruar kryesisht në vijën bregdetare të Shqipërisë, këtë sezon vihet të re një rritje e nevojës për punonjës edhe në zonat veriore të vendit, duke reflektuar zgjerimin e aktivitetit turistik. Përveç sektorit të shërbimeve, kërkesa mbetet e lartë edhe për punëtor ndërtimi, sistemues mallrash dhe shofer, profesione që vazhdojnë të përballen me mungesë të fuqisë punëtore. Nga ana tjetër, vendet e punës që kërkojnë arsim të lartë përfshin profesione si ekonomist, financier, mjek, specialist të teknologjisë informacionit dhe inxhinier. Të dhënat tregojnë se edhe pse ekonomia ka nevojë për specialistë kualifikuar, pjesa më e madhe e kërkesës në tregun e punës vazhdon të mbështetet te profesionet operative dhe sektori i shërbimeve, i cili mbetet ndër punëdhënësit më aktiv në vend. Mbi 2 milion pasagjerë kanë kaluar gjatë muajit korrik vetëm përmes aeroportit ndërkombëtar në Tereza dhe 3 porteve kryesore të vendit, duke reflektuar kulmin e sezonit turistik. Të dhëna zyrtare tregojnë një fluks të lartë lëvizjesh në transportin ajror dhe detar. Korriku, muaji që tradicionalisht shënon kulmin e sezonit turistik, është shoqëruar me një fluks lëvizjesh në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit dhe portet kryesore të vendit. Vetëm përmes këtyre pikave ajrore dhe detare kanë kaluar mbi 2.05 milion pasagjerë gjatë muajit korrik. Sipas të dhënave zyrtare, aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza ka regjistruar mbi 1.8 milion pasagjerë gjatë muajit korrik, ndërsa numri i fluturimeve ka arritur në rreth 9500. Shifrat tregojnë ritmin e lartë të trafikut ajror gjatë periudhës së pushimeve verore. Fluksi konsiderueshëm është regjistruar edhe në portet detare. Në portin e Durrësit, pika më e madhe detare e vendit, kanë kaluar rreth 111.000 pasagjerë dhe mbi 40.000 automjete, duke reflektuar lëvizjet e shumta me tragete. Ndërkohë, porti i Sarandës, i cili gjatë verës shërben si një nga hyrjet kryesore për turistët që vizitojnë jugun e vendit, ka regjistruar rreth 131.000 pasagjerë dhe 250 automjete. Edhe porti i Vlorës ka njohur rritje të lëvizjeve me afro 17.000 pasagjerë dhe rreth 5.000 mjete gjatë muajit korrik,
Shifrat konfirmojnë intensifikimin e lëvizjeve në rrugë ajrore dhe detare gjatë sezonit veror. Megjithatë, panorama e plotë e fluksit turistik mbetet e paplot, pasi në këto të dhëna nuk përfshihen lëvizjet në pikat kufitare toksore, nga ku çdo vit hyn një pjesë e konsiderueshme e vizitorëve, veçanërisht nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Greqia. Për këtë arsye, numri real i hyrje daljeve gjatë korrikut pritet të jetë edhe më i lartë se ai që reflektojnë të dhënat për transportin ajror dhe detar. Rreth 449.7 milion lek do të investojë OSSH për ndërtimin e linjës së re elektrike 35 kV Bog-Theth. Me ndërtimin e kësaj linje do të garantohet furnizim më i qëndrueshëm, ulje humbjeve teknike dhe përmirësim i cilësisë së shërbimit për banorët dhe bizneset e zonës në funksion të turizmit. Drejtoria e Tensionit të Lartë OSSH ka shpallur hapjen e garës për ndërtimin e linjës së re elektrike 35 kV Bog-Theth. Fondi limit i këtij investimi është 449 milion e 681 mijë lek. Projekti synon ndërtimin e një linje të re të tensionit të mesëm që do të nisë nga në stacioni i ri 35.6 kV në Bog dhe do të përfundojë në Theth. Linja e re do të ketë një gjatësi rreth 17.5 km dhe do të ndërtohet me një qark 35 kV, ndërsa shtyllat metalike do të jenë sipas standardit 110 kV, duke krijuar mundësi për zhvillime të mëtejshme të rrjetit. Sipas dokumentacionit teknik, një pjesë e linjës do të ndërtohet nën tokë në segmentin e qafës së Thorës për shkak të terrenit të vështirë shkëmbor, ndërsa pjesa tjetër do të realizohet me shtylla metalike dhe linja ajrore. Ky investim synon të risëndijshëm kapacitetet e furnizimit me energji elektrike në një nga zonat më të rëndësishme turistike të vendit. Aktualisht, Thethi furnizohet përmes një linje 6 kV, e cila nuk i përgjigjet më kërkesave në rritje për energji. Me ndërtimin e linjës së re 35 kV, do të garantohet një furnizim më i qëndrueshëm, ulje të humbjeve teknike dhe përmirësim të cilësisë së shërbimit për banorët dhe bizneset e zonës. Në dokument theksohet se investimi do të ndikojë edhe në uljen e ndërprerjeve të energjisë. Treguesi SAIFI, që marrë mesatarin e ndërprerjeve për konsumator, pritet të ulet nga 18.97 në vetëm 1.8 ndërprerje, ndërsa treguesi SAIDI, që marrë kozjatjen e ndërprerjeve, do të reduktohet nga 85.22 orë në 8.5 orë pas përfundimit të investimit. Përfitimet nuk do të kufizohen vetëm në përmirësimin e furnizimet me energji elektrike, por do të krijojnë kushte më të mira dhe për zhvillimin ekonomik dhe turistik të Thethit dhe zonave përreth. Investimi konsiderohet një mbështetje e rëndësishme për bizneset turistike, strukturat akomoduese dhe investimet e reja që përshtohen vitet e fundit në Alpet shqiptare. Për shkak të terrenit malor dhe faktit që linja kalon në një zonë me vlera të larta natyrore, projekti parashikon masa për mbrojtjen e mjedisit. Traseja është projektuar në mënyrë që të shmangë sa më shumë zonat e pyllëzuara dhe prerja e pemëve të kryhet vetëm në rastet kur është domosdoshme. Një pjesë e rrjetit elektrik në zonën e Rjodhit në rrethin e Shkodrës do të rikonstruktohet me një fond limit për 118.5 milion lek. Projekti parashikon zëvendësimin dhe përmirësimin e rrjetit me pajisje dhe materiale të reja që do të sigurojnë furnizim më të qëndrueshëm me energji elektrike. Drejtoria Rajonale Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes në Shkodër ka shpallur tenderin për rikonstruksionin e një pjese të rrjetit elektrik në zonën e Rjollit. Për realizimin e këtij investimi është vënë në dispozicion një fond limit për 118.488.000 lekësh. Sipas dokumenteve të publikuara në Agjencinë e Prokurimit Publik, projekti parashikon zëvendësimin dhe përmirësimin e rrjetit elektrik me pajisje dhe materiale të reja, të cilat do të jenë sipas standardeve dhe do të sigurojnë furnizim më të qëndrueshëm me energji elektrike. Në kuadër të investimit do të vendosen kablo të reja, do të rikonstruktohen kabinat elektrike dhe do të ndërtohen shtyllat e amortizuara me të reja. Materialet që do të përdoren do të jenë të përshtatshme për të rezistuar kushteve të ndryshme atmosferike dhe ngarkesave të rrjetit, me qëllim shmangjen e defekteve dhe rritjen e sigurisë së furnizimit.
Projekti parashikon gjithashtu instalimin e pajisjeve të tjera lidhëse dhe elementeve të tjerë ndihmës, të cilët do të rrisin sigurinë dhe efikasitetin e funksionimit të rrjetit. Synimi është që infrastruktura të jetë më qëndrueshme, duke ulur rrezikun e defekteve dhe ndërprerjeve të energjisë. Ndërkohë, të gjitha punimet dhe materialet do të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare, që rrjeti të funksionojë në mënyrë të sigurt dhe afatgjatë. Gjithashtu, shtyllat dhe pajisjet që do të vendosen do të garantojnë qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj kushteve të motit. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, ky investim synon modernizimin e infrastrukturës elektrike në zonë, uljen e avarive dhe garantimin e një furnizimi më cilësor dhe më të sigurt me energji elektrike për banorët që furnizohen nga kjo linjë. Produktet që përdoren për shëndetin e kafshëve do të kontrollohen përmes një mekanizmi më të fortë me qëllim rritjen e sigurisë dhe mbrojtjen e shëndetit publik. Projektligji i hedhur për konsultim publik është detyrim edhe për integrimin në Bashkimin Evropian. Qeveria do të forcojë rregullat për tregtimin, prodhimin, importin, eksportin, furnizimin, shpërndarjen, kontrollin dhe përdorimin e produkteve mjekësore veterinare, si dhe monitorimin e sigurisë së tyre pas futjes në treg si detyrim për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Përcaktimi i kërkesave të qarta për cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e këtyre produkteve synon të kufizojë rreziqet që mund të shkaktohen ndaj shëndetit të kafshëve dhe shëndetit publik. Konkretisht, projektligji i hedhur për konsultim publik krijon një databazë qendrore të farmakovigjilencës dhe krijon premisat që kjo databazë të komunikojë edhe me atë europiane, duke ngritur kështu një regjistër të vetëm të farmakovigjilencës për të gjitha produktet mjekësore të autorizuara në vend dhe në BE. Sipas draftit, çdo produkt duhet të identifikohet në mënyrë të përhershme deri në nivelin e madhësisë së kutisë, duke luftuar falsifikimin. Projektligji krijon mundësinë e vlefshmërisë së pakufizuar për autorizimin e tregtimit, duke hequr kufizimet e mëparshme, sipas të cilit një produkt mjekësor veterinar nuk hidhej në treg brenda 3 viteve nga marrja e autorizimit të tregtimit, ose hidhej në treg për 3 vite rresht dhe autorizimi të tregtimit i humbiste vlefshmëria. Projektligji unifikon gjithashtu procedurat e kërkesës dhe lëshimit të autorizimit të tregtimit të produkteve mjekësore veterinare. Drafti vendos detyrimin e regjistrimit dhe inspektimit edhe për prodhuesit, importuesit dhe shpërndarësit e lëndëve aktive në një bazë të dhënash. Nga ana tjetër, drafti përcakton dhe detyrimet për tregtarët me shumicë, rregullat për shitjen me pakicë dhe vlefshmërinë e recetave veterinare. Konkretisht legalizohet në vend shitja online e produkteve pa recetë, e mbrojtur nga një logo e përbashkët evropiane në faqet e autorizuara, të cilat nuk janë subjekti recetës veterinare dhe nuk përdoren në kafshët që prodhojnë ushqim. Vlefshmëria e një recete për antimikrobikët saktohet me një maksimum prej 5 ditësh nga data e lëshimit. Përcaktohen gjithashtu rregullat mbi përdorimin e produktit mjekësor veterinar, vendosen kufizime për përdorim në kafshët prodhuese të ushqimit, rregulla për përdorim në rastet përjashtimore, i quajtur përdorimi kaskad, si dhe ashpërsohen periudat e pritjes për të garantuar sigurinë ushqimore. Importi i kafshëve dhe mishit nga shtetet e treta ndalohet nëse ato lejojnë substanca të ndaluara, si stilbenet. Kafshët e trajtuara për qëllime terapeutike mund të tregtohen vetëm pasi të jetë respektuar koha e pritjes. Në draft i jepet rëndësi gjurmueshmërisë, duke përcaktuar se në certifikatat veterinare ose pasaportat e kafshëve duhet të shënohet çdo trajtim i kryer. Makinat ishin produkti kryesor i eksportit britanik drejt Shqipërisë, ndërsa veshjet kryesonin importet nga Shqipëria me transportin dhe udhëtimet që dominuan shkëmbimet e shërbimeve mes dy vendeve. Në 4 tremujor të fundit deri në fillim të vitit 2026, vendi ynë u rendit si partneri 117 tregtarin Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa makinat, veshjet, transporti dhe turizmi ishin ndër sektorët kryesor të shkëmbimeve ekonomike. Në tregtinë e mallrave, makinat ishin produkti më i madh i eksportuar nga Mbretëria e Bashkuar drejt Shqipërisë, me një vlerë prej 5 milion poundësh. Pas tyre renditet pijet dhe duhani me 2.2 milion pound, produktet mjekësore dhe farmaceutike me 2.1 milion pound, makineritë specializuara me 2 milion pound dhe produktet e ndryshme ushqimore me 1.8 milion pound. Nga ana tjetër, importet kryesore të mallrave nga Shqipëria drejt Mbretërisë së Bashkuar dominohen nga veshjet me një vlerë prej 1.7 milion pound, më pas vijnë pijet dhe duhani me 1.5 milion pound, rrithurat me 1.3 milion pound, perimet dhe frutat me 1 milion pound dhe produktet minerale të përpunuara me 0.9 milion pound. Nga eksportet britanike drejt Shqipërisë, produktet mjekësore dhe farmaceutike shënuan rritjen më të madhe me 51.4%, ndërsa makineritë specializuara
eksportuara u rritën me 5.7%. Në të kundërt, eksportet e pijeve dhe duhanit ranë me 38.3%, ndërsa ato të produkteve të ndryshme ushqimore pësuan një rënje më të lehtë për 20.3%. Nga mallrat që Mbretëria e Bashkuar importojnë nga Shqipëria, rritja më e fortë u regjistruar te dritrat me 50.6%, të ndjekura nga pijet dhe duhani me 40.7% dhe produktet minerale të përpunuara me 28.6%. Ndërkohë importet e veshjeve ulën me 15.4%, ndërsa ato të perimeve dhe frutave ranë me 32.5%. Edhe në sektorin e shërbimeve vjet re një profil i ndryshëm i marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve. Mbretëria e Bashkuar eksportoi drejt Shqipërisë kryesisht shërbime transporti me një vlerë prej 74 milion poundësh, të ndjekura nga shërbimet e udhëtimit me 26 milion pound dhe shërbimet e tjera të biznesit me 9 milion pound. Ndërkohë eksporti më i madh i shërbimeve nga Shqipëria drejt Britanisë ishte ai i udhëtimeve, që arriti në 106 milion pound, duke reflektuar rëndësinë e turizmit dhe lëvizjes së personave mes dy vendeve. Pasojnë shërbimet e transportit me 30 milion pound dhe shërbimet e tjera të biznesit me 17 milion pound. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.